Horoskopi e enjte 26 mars 2026. Çfarë tregojnë yjet në këtë ditë? Le të filloj me shenjën e parë, Dashi. Do të thuash diçka dhe do të kuptojnë mbrapsht. Gjithashtu mund të fshehesh ndjenjat dhe do të dukesh sikur po mban diçka në gjuhë. Kujdes me njerëzit, mos u nxe kot, se ndoshta lëndon marrëdhëniet që i ke pasur me zemër. Megjithatë, ki parasysh se sapo të kalojë gjysma e ditës, fuqitë e shërimit do të zbresin mbi ty. Afërdita po bën dritë në shenjën tënde dhe do ta kuptosh se rruga e pushtetit kalon duke ndihmuar të tjerët. Hape zemrën, Dashi, pranoj dobësitë e tua dhe do ta shohësh se si njerëzit do të rendin mbas teje si bleta pas lules. Sot stili yt do të shkëlqejë pa bërë asnjë sforcim. Je i madh kur je vetvetja. Kalojmë tek shenja e dytë, Demi. Kujdes Demi, sidomos në pjesën e parë të ditës, pasi fjalët mund të godasin. Mos u nxito të flasësh. Ndoshta është më mirë të rrish e të dëgjosh. Bëj se herë dhe ndihmo në heshtje. Ama kur dita do të avancojë, do të shohësh se çdo ngatarresë do të kthehet në një mësim të madh. Një plagë e vjetër mund të djeg pak, diçka nga e kaluara që s'të lë rahat, por sot është dita ta mbyllësh atë kapitull. Do të bëhesh mësues për të tjerët, sepse përvoja jote vlen. Gjithashtu do të kuptosh se kush të do vërtet dhe çfarë vlen në portofolin tënd. Është kohë riparimi, si në dashuri, ashtu edhe në të ardhura. Shpirti yt po gjen qetësinë e merituar. Binjakët. Të dashur binjak, ndoshta sot mund të harroni rrugën e zemrës, duke u marrë me ide dhe debate. Por kujdes, njerëzit duan ndjenjë, jo vetëm logjik. Mos u bëj merak, si me magji dita do të kthehet përmbar. Do të bëhesh i sinqert deri në palc dhe kjo do të hapë të gjithë dyert. Njerëzit do të vlerësojnë shoqërinë tënde dhe mendjen tënde më shumë se më parë. Ka një forcë që të shtyn drejt zbulimeve tua personale, që do të lërë pa mend. Mund të bëhesh trim në ndjenja dhe i gatshëm për të lidhur miqësi të reja dhe të forta. Sinqeriteti yt është arma jote më e fortë. Përdore dhe do të fitosh. Gaforja. E dashur gafore, yjet po të thonë se koka jote po zihen nga planet. Bëj pak kujdes në mëngjes. Njerëzit mund të shohësh si me gjemba. Gjithashtu, mos u nxito të nxjerrësh përfundime para kohe dhe mos fol pa i peshuar mirë fjalët, se ndoshta ato që ke përreth mund të keqkuptojë. Megjithatë, ashtu siç vjen batica, të vjen mbar dhe mbarësia rreth mbasdites. Mund të jepen disa shanse të arta për të rritur në punë dhe për të përmirësuar emrin tënd. Nëse tregohesh i thjeshtë dhe i përulur, do të shohësh se si do të ngrihesh në sy të tjerëve. Mendo jashtë kornizave, se aty flet suksesi yt sot. Je në rrugën e duhur për të rregulluar çdo gjë që kishte mbetur pezull në karrierën tënde. Luani. Megjithse je në ditë të mira për të zgjidhur disa enigma dhe për të rregulluar financat, mëngjesi do të mundoj pak me fjalët. Njerëzit mund të preken ndaj matu mirë para se të lëshosh ndonjë fjalë ashtu siç e lëshojnë luanët. Mos u rretho me mure logjike, lëre zemrën të flasë. Me avancimin e ditës do të kesh një dëshirë të madhe për të rritur. Do të bëhesh magnet për të tjerët dhe do të mësosh shumë nga gabimet e së kaluarës.
Hapja e zemrës do të shërojë ty dhe ata që të rrethojnë. Sot është një ditë e mirë për të lidhur ura të reja dhe për të ecur përpara me kokën lart, i dashur Luan. Virgjëresha. Virgjëresht e rregullit, sot herët mund të japësh shumë rëndësi disa detajeve dhe ndoshta mund të futesh thellë në mendime. Bëj pak kujdes me gjithçka që mendon të flasësh. Ndjenja dhe logjika po të përzihen si mos më keq. Më parë, sqarohu me veten përpara se t'u tregosh të tjerëve se çfarë ndjen. Megjithatë, me kalimin e ditës do të fillosh të ndjesh një fuqi të madhe për të gërmuar thellë në shpirt dhe për të rregulluar një marrëdhënie që të ka munduar. Është koha për të kuptuar vlerën tënde të vërtetë. Intuita jote do të jetë e mprehtë dhe do të çojë drejt zgjidhjeve të problemeve private. Mos u trem nga ndjeshmëria. Sot për ty ajo është një forcë e fshehtë. Peshorja. E dashur peshore e ekuilibrit, sot do të digjesh nga dëshira për të folur me të tjerët, për t'i treguar këshilla, por mos u nxito. Mos nxjerr gjykime të shpejta, sidomos në pjesën e parë të ditës. Mos u beso të gjithëve që dëgjon. Sot është dita të hapesh si lulja në diell. Për sa i përket çështjeve të zemrës, ato do të lulëzojnë. Edhe nëse ti duhet të përballesh me ndonjë dhimbje të kaluar. Në këtë ditë do të jesh dorë lëshuar dhe shpirt madh, dhe kjo do të bëjë që njerëzit të të adhurojnë. Është një kohë ideale për t'u lidhur fort me dikë, ose për të ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si sillesh në çift. Dashuria sot shëron çdo plagë. Akrepi. I dashur akrep, ndonjëherë ti mendon për botën më shumë se për veten, dhe kjo të çon në lëndimin e vetes. Megjithatë, mos u mërzit, se ndoshta do të rrezatosh ndonjë energji dhe kjo vjen me kalimin e orëve. Kjo energji do të prek çdo që ke pranë. Ndoshta njerëzit mund të kërkojnë ndihmë dhe ti do të ndjesh veten si një shpëtimtar. Sot është një ditë e mirë për të nisur një zakon të ri shëndetësor, ose të rregullosh diçka në punë që nuk shkonte. Pra është një ditë për fillime të reja. Je shumë i vëmendshëm ndaj asaj që nuk shkon me trupin tënd dhe do të gjesh forcën për të bërë më i fortë. Një fillim i ri po të prek te pragu. Merre me gëzim. Shigjetari. I dashur shigjetar, je zhytur në një vorbull në lidhje me të tjerët. Ke patur një komunikim që herëherë të është dukur çalaman. Megjithatë, mos u mundo t'i zbukurosh gjërat kot. Është e rëndësishme që ti ke një dëshirë të madhe për t'u treguar i vërtetë dhe i brisht. Ndoshta kjo do të ndihmojë të lidhesh më fort me miqt apo me atë që të rreh zemra. Është koha për falje dhe kuptim të ri. Nëse akoma nuk ke dikë pranë, derdhë shpirtin në diçka krijuese. Shkruaj ose bëj diçka me dorë. Imagjinata jote sot do të bëjë të ndihesh i plotë dhe i lumtur. Britçapi. I dashur britçap, do të ndihesh pak i ftohtë me njerëzit dhe ndoshta mund të duket sikur s'të bëhet vonë për ta. Por kjo gjendje ndodh në mëngjes. Pasdite do të jetë një kohë e mirë për të rregulluar punët me familjen dhe për të gjetur qetësi në shtëpi. Gjërat që zakonisht të dukeshin të vështira, sot do t'i zgjidhesh me një të folur. Shpirti yt po hapet dhe do të kuptosh se ke nevojë për dashuri dhe ngrohtësi.
Mos u fshi pas punës, por përballu me ato ndjenjat e fshehura që ke në shtëpi. Do të shohësh se si çdo gjë do të marrë dritë dhe kuptim. Ujori. I dashur ujor, e nis ditën me tolerim. Por jo çdo gjë duhet marrë me kaq qetësi. Bëj kujdes, se dikush mund të gënjejë, ose ndoshta po të fsheh diçka. Megjithatë, ke disa energji negative të cilat sot po të ndikojnë. Është koha të heqësh dorë nga barrat e mendjes që të rëndojnë. Një bisedë e shtruar dhe e sinqertë do të hapi rrugë që ti nuk i mendoje. Njerëzit do të dëgjojnë fjalët e tua si margaritar urtësie. Ka një fillim të mirë për ty në një projekt që ti e ke menduar dhe e ke për zemër. Fol, shpjegohu dhe do të shohësh se si do të ndjekin ty. Peshqit. Peshqit shpirtëror. Mëngjesi nuk të gjen në Terezi. Mund të ndihesh pak i shpërndar, ndoshta pak i turbullt në mendje. Mos u trego me ndjenja të hapura sot, se ndoshta mund të keqkuptojnë. Megjithatë, me kalimin e orëve do të kuptosh se kush meriton të jetë brenda jetës tënde. Është një ditë ideale për të rregulluar financat ose për të bërë disa blerje. Lidhja me natyrën do të bëjë mirë, të shëron shpirtin. Nëse ndjen sikur nuk të vlerësojnë sa duhet, përballu me këtë ndjenjë. Sinqeriteti me veten do të sjellë fitime që nuk i prisje. Je në rrugë të mbar. Ky është horoskopi dhe ne urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.